Gjbëni si jeni si më gëvitë. Sot ju thoni. është shtu, në ta në më thoni, nuk e dim. E dini, po thash edhe unë t'ua përmënd. Do bëj sot ju thoni kuluraqja paskalina. Do me thënë, si biskota pashke kjo e në Shqip. Po tani, do thoni, po vjen vitiri dhe ti do na bësh biskota për pashkën e po unë kështu e kam. Në fillim hajde bëjmë një kafe, se sa na hapet çiksyri dhe pastaj do vazhdojmë, se si shikoni kam vënë edhe gjellën në furrë, po. Po do bëjmë një kafe dhe pastaj do t'u tregoj edhe biskotat se si i bëj unë. Kafen që thoni do ta bëj njëshe, do me thënë të vockër, se nuk e di, pastaj mund të dalim prapë me burrin që të pimë, edhe të bëj një tani që do më bjerë në kokë. E gjoja të thoshja, dorashkat i kam vënë mos pandeni se kam i nga të kokës edhe dorashka që të bëj kafene, po me që do bëj ato kuluraqja që u thashë, edhe, daj me të hepe një qik, edhe i kam thojtë të gjatë, kam prerë edhe pak gishti, edhe nuk dua tani të punoj pa dorashka, ndaja i kam vënë. Ja të zjetë kafeja dhe u tregoj se si u bë. Po afron që thoni, që po afron kjo zjeu? Kalo gredo na derdet. Ja dhe kafja turke, ja greke, ja thoni si të doni, si të doj qefi. Është gati. Shënmoj, ava se dhe shudet, se e lek do merja. Të pim kafen dhe fillojmë të bëjmë punët e tjera. Edhe tani, prisni. We wish you Merry Christmas. Po, kemi filluar neve këto të Krishtlindjeve këngët. Shikoni tani, do t'ua lexoj recetën e biskotave, se përsa më thoni si u bë si ashtu si kështu si bëhen. 250 gram duam gjalpëm, unë do përdor vitam, 150 gram sheqer, 2 vezë të mëdha, 50 ml e lëng portokalli, një të lëkurën e një portokalli të grirë, një lugë të vockër të vogël, baking powder është kjo këtu që fryhet. 550 gram miell që përdoret për çdo gjë, ja ole si krisis, edhe një të vetë në vezës për t'i lyer në fund ato biskotat. Vazhdojmë!